shoqni sotit thot nuk ka, veç interesin. Zonja Safete. Ku je zonja Safete? Zonja Safete, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjitha. Erdhës që të kam zemër, Jona. Mirë, one mirë, Jona pak ma mirë. Këtë mirë jena. Ti qësh je? Super. Ti erdhës që je? Mirë të be mirë e ku marrë veten. Po, gati. Që po më shëni vish për që të ditë që të se komen. Jo, mirë. Komen ne. Jam të e lak mo Johonën statike rren kjo, pa dhe unë kërë kom pas komen e shnur s'kom ujtë me nejtë si Johona, jo besha shpina po më dhe më i Safete, kjo që shren pep. S'ka problema. Po, Johona, jo. Po rren? Që shjete, a ke pushu? Mirë, zamër. Po, mirë kemi pushu, mirë. A u qove me energjit mirë me neve? Po, da, peshe. Po. Para televizorit, shpibjen 5-7 minuta para televizorit atë, të ju prit juve. Të lumt, bre, ty të lumt. Faleminderit shumë. A mujte me po temen? Po, e posh. Hajde, zona Safete, çfarë menimi ki? Hajde, përket temës, shoqni sotit thot nuk ka, veç interesin. Pse po mendojmë kështu Safete? Se në kohën tonë, shoqni ka pot për ju edhe ashtu, ama tash që gjeneratën e re veç interesin, donë shoqnia veç për interes. E ti çka mendon kështu për veti? A ki shoqni të vërtet? Vëlla kam edhe s'kam. Tash a ki as ki? Po ka dhe s'ka. Se kur thëm kam edhe s'kam, i bjen që s'kam. Në atë kohën tam, kom pas një shoqni, po jo dhe ashtu mi besu ku me ditë tha. Okej. A të ka ndodhë tash se... Ma tash që gjenerat, jo, vëlla s'ka Po, jo, kështë të thonë, a të ka ndodhë... Tash në logariti, në moshën e vajzës tam, shoqnit vërtet nuk ka. Po, jo, si do mos këtë gjenerata e ri. Po, nështë edhe tek pjesa... Unë se kisha gjyku këtë pjesë, unë jam shumë që ka shoqnit vërtet, edhe tash. Po, mënejmë nëse logaritim ke bash gjenerata e ri, po mënej, Safita i ka madje nështë ka dhe shumë atë mirë se sa përpara. Po thamë gjenerata e Safitës edhe Jona po, ama gjenerata e vajzës e Safitës në qëtë ko... Prap mendoj që po. Unë zvesaj. Unë mendoj se gjithë gjeneratë shkën të bosh shumë e mirë. Në shkën interesi. Jo, tash është këndë vështrim i se cilës, po tash adën është pak edhe personali, se për shamun Johonës i ka ra një shoqni shumë e mirë, shumë e shnosh, shoqër zotit. Ka disa prej personave që janë dëshpru prej një shoqës ose shokut edhe tani e kanë gjithë atë menimin që s'ka shoqni, për qëto gjithë e kemi atë pjesën që është mendim edhe këndë vështrim personal. Për shamun ty, Safete, atë ka ndodhë që e lëndu prej një shoqës që të ka dalë besprime që thujna na, ose edhe të ka prejkë diqka që nuk flet me ta, për shambull. Po, momentin që kom po që ka dosh me shpëtuti me besprem, jom tërhek. Edhe se kom leju, po, dhe nafti. Prap, unë e mendoj që nëse përbalesh me një person caktun që e logarit shokët mirë, shoqet mirë, edhe shkëputësh, nuk do me thonë që s'ka shoqni të vërtet, se nashta tjetëri është 100 herë ma i mirë se sa personi që edhe nuk mundëm një mandej me balancu. Edhe në që lidhim gjithë të situatë jo, në falë Safite, se që po e bojmë bashkë bisedim, është edhe kjo pjesa që e shë një vajzë ose një djallë që është tratu prej partnerit ose partnerës, edhe gjithë është ajo pjesa që unë zbesoj më ndashni ose në diqka tjetër, po është gjithmonë e dyta vjen edhe maj mirë, është atë shumë që e dytë vjen edhe maj mirë, ku i djetë. Safete, a dëna i konga diqka, dhe më sarën orën, a e dërmoj që e shpall dje fituse? Po, e kom po. Uri me Safete. Faleminderit shumë. Pri orës 8, bëna një foto se të premë të në shpallin fitusin e krejt jove, se si vjetë na i bëra si bërike. Për të më koha se më do të me dojnë pa tjetër, kështë të veç do është ta mjë përshëndetë. Faleminderit, nëse do na i kongë diqka që ki ku me ngu, lirisht në thuj, nëse jo të përshëndesim. Hajtë, si pak dëshirës t'juve. O, po, Safete, faleminderit shumë e dashër për qafim. Kalum shumë mirë, e ju përshëndes, ju për qafi, unë dhe vajzat. Edhe na ty vajzat për qaf në shumë. Tung, tung, qau, qau. Tung, tung. E këshim kështu Safeten.